Shifra të frikshme, ja si ndryshoi shikueshmëria e Big Brother VIP Albania 5 pas hyrjes së Luiz Ellit. Hyrja e Luiz Ellit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 nuk ishte thjesht një rikthim në ekran, por një lëvizje strategjike që ndryshoi komplet rrjedhën e lojës. Ai nuk hyri si një banor i zakonshëm. Ai hyri me një mision që shumica nuk e dinë, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë lojën duke menduar se Luizi është thjesht një konkurrent si ata. Në prapaskem po zhvillohet një skenar krejt tjetër. Burime pranë produksionit flasin se ai ndodhet aty për një periudhë të kufizuar dhe pritet të largohet të martën, pasi të ketë përmbushur rolin e tij. Para hyrjes së Luizit, videot e banorëve mezi arrinin nga 80.000 deri në 150.000 shikime. Interesi ishte në rënje, emocione të vakta dhe formati po humbte shkëlqimin. Me ardhjen e tij, gjithçka u përmbys. Luiz Elli riktheu energjinë, humorin, debate dhe magnetizmin që i mungonte spektakli. Çdo dalje e tij u kthye në viral. Çdo fjalë u analizua, çdo veprim u komentua. Ai nuk erdhi për të fituar një çmim. Ai erdhi për të ndezur skenën. Dhe po ja del. Kur të largohet, shumë kush do ta kuptojë se nuk ishte rastësisht aty. Ishte një joker i futur në lojë për ta shpëtuar edicionin. Një figurë që hyri, bëri diferencën dhe do të dalë siç hyn legjendat. Në kulmin e vëmendjes. Luizi nuk është banor, është fenomen, është mision, është mbreti i Big Brotherit. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thotë të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.